Kryetari i Komunës së Gustivarit Nevzat Bejta, i shoqëruar nga udhëheqësi i sektorit të urbanizmit Jeton Salia dhe përgjegjësi i zyrës së projekteve Pajtim Saiti, vizituan fshatrat e malësisë së Gustivarit, Padalishtin dhe Tërnovën. Me këtë rast, kryetari Bejta u premtoi banorëve lokal se gjatë vitit 2015, Komuna e Gustivarit do t'i vënë në prioritet dhe do të realizohen projekte që ndërlidhen me vendbanimet e tyre. Në vazhdën e vizitave në përvendbanimet rurale, kryetari i Komunës së Gustivarit Nevzat Bejta qëndroi në fshatrat e malësisë së Gustivarit, Patalisht dhe Tërnovë. Kryetari Bejta gjatë takimeve me banorët e të dyja fshatrave tha se në fillim të vitit të 2015 projektet në fshatrat e malësisë do të kenë prioritet dhe do të realizohen. Në fshatin Patalisht, delegacioni i komunës i vizitoi Rafshën e Madhe dhe Gravanesin, ku pan nga afër gjendjen e infrastrukturës rrugore në këto dy pjesë të fshatit, por edhe në shkollën në Gravanec. Kryetari Bejta u premtoi banorëve se në Rafshën e Madhe gjatë kësaj periudhe të këtij viti, nëse mbajnë kushtet atmosferike, në to do të bëhet sanimi i rrugës, e cila është shkatruar pothuajse tërësisht. Ndërka që gjatë qëndrimit në Gravanec, kryetari Bejta banorëve u premtoi rregullimin e dy rrugëve lokale gjatë vitit të 2015. Gjatë vizitës në shkollën periferike Gjon Buzuku në Gravanec, pasi pa gjendjen e shkollës, kryetari Bejta tha se do të bëhet rregullimi komplet i një klase ku mësojnë nxënësit e kësaj ane. Në fshatin Tërnovë, kryetari Bejta e vizitoi një rrugë në brendi të fshatit, e cila shpihet drejt Varezave, ku premtoi se e njëjta do të asfaltohet gjatë vitit 2015. Ai gjithashtu tha se gjatë vitit 2015 do të bëhet merremetimi i shkollës me qëllim që edhe kjo shkollë të ketë kushtet e njëjta me shkollat e qytetit. Për herë të parë në të gjithë fshatrat e malësisë, Komuna e Gustivarit ka vendosur tabela me mbishkrime me emrat e vendbanimeve. Bashkë me kryetarin Bejta ishin edhe udhëheqësi i sektorit të urbanizmit Jeton Salia dhe me përgjegjësin e zyrës së projekteve Pajtim Saiti.